Mirëmëngjesi, përshëndetje të dashur qytetarë të kryeqytetit, të nderuara media. Faleminderit sot që keni ardhur këtu në ishullin urban, në punishtën e ishullit urban, ku për fat të keq prap punët tona po bllokohen. Po i bllokojmë 30.000 banor, 30.000 qytetarë të kryeqytetit, me ju kriju mundësinë me kalu të sigurt prej anës të Arbërisë në qendër të kryeqytetit. Kujt po i pengojnë këto punë? Qeveria vazhdon për çështje puro politike me bloku kryeqytetin. Derisa të njëjtën kohë ju jep leje sektorit privat. Çfarë hipokrita, çfarë hipokrizie. Ne kemi kry projektin, kemi nda buxhetin, kemi fillu punimet, po vazhdojmë punimet me intensitet, e ata vinë edhe e blokojnë kryeqytetin në mënyrë të jashtëligjshme. Nuk do të lejoj, si kryetari kryeqytetit, që të bllokohen më shumë se gjys milion banor të kryeqytetit, nga njerëz që janë të paaft, që nuk ja dojnë të mirën këtij qyteti, që nuk ja dojnë të mirën këtij vendi. Prandaj, e ftoj prokurorin që të ndërmarrë masa të menjëhershme të gjithë këta bllokues e sabotues me shku në prokurori. Faleminderit shumë. Kryetar, për cilat shkelje po bëhet fjalë sipas inspektoratit? Faktikisht nuk kanë asnjë bazë ligjore, domethënë thirrën në dokumenta që nuk ekzistojnë. Nuk kanë asnjë bazë ligjore dhe vazhdojnë me bllokada për çështje puro politike. Kjo është e papranueshme, prandaj edhe ftoj prokurorin që t'i marrë në pyetje këta zyrtarë që përdoren si pijuna nga qeveria për me blloku kryeqytetin. Ne tash do të vazhdojmë me punë, i kërkoj falje se duhet me shku me vazhdu me punë të tjera, qysh po vazhdojmë edhe me sheshin Gjergj Bush. Qa ka më me sheshin Gjergj Bush nëse veç e përmendet? Edhe aty ku pas kohë... Po pikërisht, edhe kjo është një lojë, aty nuk ka asnjë bazë ligjore për me u blloku, as ajo. Domethënë asnjëra prej projekteve që ne kemi bë, nuk ka asnjë bazë ligjore për me u blloku. Domethënë ne po vazhdojmë me punë dhe do të vazhdojmë me punë, nuk ka asgjë që ndal kryeqytetin. Prandaj po them, e ftoj prokurorin që këta njerëz që bllokojnë ti marrë në pyetje, ti ndal. Në prokurori? Do ta dorëzojmë një herë. Po, kryetar, e përmendet që qeveria po ju jep leje kompanive private për pikërisht. Ne derisa ne bllokojmë këtu ose vazhdojmë u blloku, mos me na u dhon leja, këta thirrën këtu, thonë që ministria duhet me marrë vendime, ndërsa për sektorin privat jepin pëlqime vet. Më falni, po vazhdojmë, ke marrë normal, po vazhdojmë punët edhe do të vazhdojmë me punë, domethënë nuk ka pas asnjë çështje jo ligjore në projektin e sheshit Gjergj Bush. Pra krejt këto janë lojna për me na pengu, për me na vonu, nuk ka asgjë jo ligjore. Ne do të vazhdojmë me punë në sheshin Gjergj Bush, sikurse që do të vazhdojmë me punë edhe me ishullin urban, sikurse që do të vazhdojmë me punë në gjitha, ne kemi të gjitha pëlqimet që i kemi të nevojshme në bazë ligjore. Domethënë asgjë jashtë ligjore nuk kemi bën në asnjërin prej projekteve. Kush është të bo gjëna jashtë ligjore, janë pikërisht këta që po na bllokojnë. Pra kjo qeveri e paaft, e padijshme, e bllokuese. Faleminderit se duhet me shku në...
Ja u dhifsha ftyrën, ja u dhifsha. Ja u dhifsha malifetin, aver.